Kombëtarja e Shqipërisë vjen përgatitjet për ndeshjen e dytë miqësore ndaj Luksemburgut, teksa ekipi i drejtuar nga trajneri Orlando Maran ka zhvilluar seancën e rallës tërvitore. Në një prononcim mes fuqishori Ylber Ramadani dhe mbrojtësi Mario Mitaj analizuan ndeshjen ndaj Izraelit dhe folën për përgatitjet dhe objektivat e sfidës ndaj Luksemburgut. Ylber Ramadani u shpreh se këto dy miqësore janë shumë të vlefshme për ndeshjet e shtatorit dhe objektivin për të kualifikuar në kampionatin evropian. Po, ne kishim përgatit ndeshjen për me lujt ndeshje ofensive, për me sulmu më shumë kundërshtarin. Edhe mendoj që pjesë parë, një pjesë luajtëse e bëm shumë mirë, pastaj në pjesën e dytë ishim pak më larg njëri tjetrit dhe e bën golin, por trajneri na tha pas ndeshjes që kjo më shërben mu për ndeshjet e ardhshme, që ta përgatis ndeshjen e di se çka mungon edhe pastaj do i praktikojmë edhe gjana tjera. Po përgatitemi maksimalisht sepse duam që ta fitojmë ndeshjen edhe të shkojmë në pushime pastaj me kokën më të qetë dhe më mbar. Këto dy ndeshje na shërbejnë shumë sepse ne duhet ta praktikojmë lojën që e kërkon trajneri për me ardhë në shtator për ndeshjet e rallës që me qenë mi pas ide të qartë. Ndërkohë, Mario Mitaj e cilësoi miqësoren ndaj Izraelit një test pozitiv, ndërsa theksoi se ndeshja e rallës ndaj Luksemburgut do të shërbejë për të përmirësuar disa aspekte dhe për të marrë një rezultat pozitiv. Të drejtën për mua ishte një test pozitiv. Bërëm një ndeshje të mirë, me shumë gjëra pozitive. Normalisht do kemi dhe to gjëra negative që duhet t'i përmirësojmë, po besoj që thjesht duhet sistemoj disa gjëra me trajnerin dhe në të ardhmen do të kemi rezultate më pozitive. Në aspektin e cilësisë nuk janë në të njëjtin nivel si Izraeli, por besoj se do të jetë një test i mirë për ne, se do kemi ndeshjet zyrtare dhe në këtë ndeshje mund të provojmë gjëra, mund të provojmë lojtarë të tjerë që t'i shohin e trajneri. Po besoj se gjithmonë është mirë që të luajmë ndeshje miqësore, të shohim në çfarë gjendje jemi dhe çfarë gjëra kemi për të përmirësuar. Sfida ndaj Luksemburgut do të jetë një tjetër test i rëndësishëm për kombëtarën në prag të ndeshjeve zyrtare që e presin në muajin shtator.